kolegen Ariola Asanaj. Ariola, si është situata, koha ditën e sotme, duket si e vrenjtur faktikisht, a ka turist dhe si është situata e sigurisë? Të përshëndeset unë Sebastian nga qyteti Vlorës, jo me kushtet atmosferike ideale ditën e sotme, por gjithsesi sezoni turistik ka nisur në qytetin e Vlorës dhe deri më tani në të gjithë Bregdetin janë gati rreth 50% e hapësirave të plazhit. Megjithatë, këto hapësira në fakt janë ende në përgatitje dhe nuk mund të konsiderohen plotësisht funksionale. Dy prej tyre në fakt janë plazhe publike të menaxhuara nga Bashkia e Vlorës, ku territori duhet të monitorohet edhe nga policia bashkiake, por deri më tani nuk ka diçka të tillë. Dhe këto hapësira qytetarët dhe pushuesit janë vendosur edhe tabela që paralajmërojnë edhe mungesën e vrojtuesve të plazhit, ndërkohë që nuk është marrë asnjë mas shtesë edhe për garantimin e sigurisë të pushuesve nëpër plazhe. Flasim nga përvoja e viteve të kaluara, siguria në plazhet e Vlorës në fakt vijon të betet një problem serioz, pikërisht në vendin ku ne ndodhemi edhe një vit më parë, por edhe 2 vite më parë, ka pasur gjithashtu edhe raste të mbytyjes të pushuesve në det, ndonse prania e vrojtuesve në fakt është detyrim ligjor edhe në plazhet e Vlorës. Kullat, siç mund ta shihni edhe nga kulla që ndodhet pas shpinës time, rezultojnë bosh, kur në sezonin turistik në fakt përdoret nga qytetarët duke u bërë edhe vend parkim për bicikletat, mjetet e tyre, por edhe për të gjetur një vend hije për të pushuar qytetarët. Përgjatë vijës bregdetare të qytetit në Vlorës, në fakt, ku ndodhemi ne që është lungomare e Vlorës, mund të dallosh lehtësisht edhe mungesën e vrojtuesve të plazhit. Ndërsa ka pasur edhe raste për vitet e fundit, marrim shkas nga viti i kaluar, ku kanë qenë vetë pronarët e stacioneve të plazhit që përpiqen të mbulojnë të funksion në fakt, kjo për shkak se edhe prej vitesh sektori i rojës bregdetare në përballet dhe mungesës të personelit të trajnuar. Mungesa e vrojtuesve edhe në qytetin e Vlorës e bën pushimin jo të sigurt, veçanërisht edhe për fëmijët, por edhe për moshën e tretë, të cilat konsiderohen edhe kategoritë më të rrezikuara gjatë emergjencave që ndodhen në det. Edhe turistët në fakt pushuesit dhe turistët e shohin këtë problem, ata shprehen edhe vetë në intervistat që ne kemi marrë me ingjesin e sotëm për MCN, shprehen se ndihen edhe të rrezikuar, por edhe që e shikojnë që në plazhet e Vlorës në fakt raset me mungesën e rojeve bregdetare. Në fakt, sezoni ka nisur dhe duket që edhe këtë vit Vlora do të edhe këtë sezon në fakt edhe me këtë problematik të përsëritur. Ariola, faleminderit, do të ndjekim edhe deklaratat që ju keni marrë pak më herët, materialet që keni përgatitur dhe do të lidhemi sërish nëse do të ketë të reja sa i përket sezonit turistik apo ngjarje të ndryshme në Vlorë. Ndjekim deklaratat që ka mbledhur kolegi Ariola Asanaj. Ne tani kemi filluar në fakt plazhin. Unë 2 ditë që kam ardhur, por nuk kam parë vrojtues plazhin. Po që duhet ketë vrojtues plazhin. Është e rëndësishme për jetën e qytetarëve? Është e nevojshme shumë se këtu janë mbytur çdo vit. Unë këtu bëj plazhin çdo vit dhe kemi patur mbytje. Janë mbytur. Kjo është e domosdoshme që të ketë vrojtues plazhin. Nuk e di tani nga varet kush bën organizimin, kush cakton, shteti, bashkia, privati, nuk e di atë. Që duhet ketë. Jeni të rrezikuar? Po ka shumë njerëz të rrezikuar, ka dhe që s'din notë, sidomos gra që s'din notë, ka fëmijë që futen, temperaturat po ashtu, moshatarët ndikojnë tek moshatarët, janë këtu në janë mbytur 2 vjet rresht. Moshatarë kanë jenë, edhe vjet një grua prapa aty. Se moshatarët e gjithë janë me tensione, janë me zëmër, janë me aritmi, janë me shumë. Unë ndodhë që fute në det, unë ndodhë atje, kush dhe nxjerr, kush dhe ndihmoj. Kështu që vrojtuesi është i domosdoshëm. Jo, tani për tani s'kemi parë. Këtej nuk kemi lëvizur shumë, po nuk kemi parë edhe këtu.
sikur po bëhet një përgatitje, nuk e di është kaq. Po nga eksperienca nga vitet e kaluara? Nga vitet e kaluara ka pasur vetëm të tillë, po njeri sipër jo. Nuk e kryen. Këtej më duket se ka pas një, te publik. Ka pas. Janë të rëndësishëm po për sigurinë. Shumë të rëndësishëm, shumë të rëndësishëm. Sidomos për fëmijët dhe për plesë. Jeni të rrezikuar? Po, ai rasti i djeshëm në Lezhë, në Shëngjin, flet shumë. Edhe çdo vit ka pasur. Edhe këtu ku tjetë kohë e keqe. Edhe këtu ka pasur Po, vitet e kaluara. natyrisht. Bile unë them këtë edhe për ndim të shpejt. Jo vetëm është, edhe për ndim të shpejt. Qa do bëj? Ai të nxori nga deti, po pastaj ndim e shpejt është shumë e nevojshme. Duhet të ketë. Jo duhet të ketë, po A ka? nuk ka, jo. Këtu është mizerabel. Këtu Jeni është... të rrezikuar? Duke qenë se dhe motë? Po unë s'jam i rrezikuar, po fëmijët që do vinë këtu, qa ka, qa s'ka. Po qa bëhet këtu, orla? Qa turizmi është këtu? Ore më falë, qa turizmi është këtu? Që kërkoni turizm ju. Unë kam 30 vjetë, 35 vjetë. Sa i rëndësishëm është mbrojtësi plazhit për jetën e njeriut? Jo, është shumë. Vlora vitet e kaluara ka pasur dhe humbje jeta në det. Duhet mbrojtësi. Po lere ku ka këtu humbje jetë, olla. Këtu jeta është shkot. Të humbas një jetë në Itali, apo në Franca, apo në vendet e tjera, Vietnam. Kurse këtu, ka. Mbrojtësi plazhit. Këtu jo s'ka. Është e rëndësishme të ketë për sigurinë e qytetit? Pa tjetër. Qytetari do siguri, do. Po, s'ka vendosur, mos vendosin më bon. Masë s'ka filluar mbi plazhi. Vitur edhe nga eksperienca nga vitet e kaluara? Ka pasur. Ka, do në vende, kanë ato vende atje, po këtu nuk ka. Ato kuvat janë bosh? Tani janë bosh. Po që duhet, se... Mase i marri masa do vonë. Shpëton jetë mbrojtësi? Po që, pa tjetër. Jeni të rrezikuar juve? Po ta që të rrezikuar. Ne që jemi mësuar që jemi vronjat, pa vrojtus kemi qenë gjithmonë. Po mirë, mosha bërë saje. Jemi lajmi pa problem, e përballojmë atë. Po mirë, ka fëmijë, ka... Ka fëmijët, po, fëmijët që